Tani është koha për rrëfime nga gratë suksesshme, ku si gjithmonë në këtë studio ndajmë emocione nga më të ndryshmet. Emocione gëzimi, humbje, krenarie, dhimbje e shumë çka tjetër. E për të ndarë një rrëfim të tillë, sot e kemi të ftuar një zonjë shumë të veçantë, bashkë me mua në studio, zonja Iqbale Novosela Mehmeti. Mirë se erdhët, shumë kënaqësi t'ju kemi sot në studio. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Si po ecin këto ditë për juve, këto ditë vere, keni bën ndonjë plan? Mirë, faleminderit. Këto ditë e fillim verës, mirë, si zakonisht. Jeni person që gjithmonë e keni preferu këtë motin e nxehtë, ditët e bukura të verës, apo ditët e ftohta? Njësoj. Njësoj. Për mu janë vitet njësoj. Si po ecin këto ditë për ju, treguat që tashmë motive se ka ndryshu, këto planet për pushimet verore, si është një përditshmëri sot e zonjës Iqbale? Po një përditshmëri e zakonshme. Moti po rregullohet, ditët kalojnë, mujt kalojnë, pas gjatë një farë ndryshimi madh, po si zakonisht mirë ecën. Sot do shpalosim së bashku linjën e jetës suaj, ku kemi shumë se çka të flasim, po besoj apo jo? Po. Nëse kthehemi pas në kohë, ju jeni rritur në një familje ku është kultivuar shumë atë dashuria, apo jo? Po. Si e kujtoni atë periudhë? Unë jam rritë dhe një familje të madhe me tradita shqiptare dhe shumë atë dhe dashte. Pushteti atëhershëm na njofti, na pau si armiq, vetëm se deshtëm Kosovën. Si e kujtoni atë periudhë të fundit? Me 8 qershor vitit 1964 u burgos vllai im i pari. Për herë të parë u shkel nga kamba serbe, u shkel shtëpia jon, u bastesën. Burgosje do të vazhdojnë 35 vjet i nejtëm anëmikut përballë. Na burgosën 2 herë vllaun Sabri, 3 herë vllaun Slatin, 2 herë vllaun e vogël Bedriun. Ata nuk i kursynë edhe fëmijët tanë. Nipi im i liri, i moshës jo madhore, pa i mbush 17 vjet, edhe ai u burgos. Na burgosën, na u bastesën, por kur nuk u dorëzu. Pra e një rritë në një familje të tillë ku është kultivu shumë atë dashuria. Ku gjitha ishte atë dashuri. Përmendet edhe disa nga emrat e vëllezërve, në çfarë familje, sa antar të familjes keni qenë në atë kohë, kur i keni përjetu krejt këto gjëra? Po në atë kohë, unë kam qenë diçka 12-13 vjeç, vllau i madh Qazimi ka pas 4 fëmijë. Vllau Sabriu kishte vetëm 20 vjet kur u burgos. E la nusën e re me Ilirin nënëmsh. Ishte baba, nana. Dhe me thonë 4 vllazër kemi qenë 3 motra. E nga motrat, unë e motra ma e madhe, edhe 2 motra ma të vogla. Jeni rritur në një familje të madhe? Një familje të madhe, të bashkume, me zakone shqiptare. Po sot pikrisht ato tipare, ato zakone që i keni mësu nga prindërit e juaj, nga vëllezërit më të mëdhenj në atë kohë, sa jeni mundu me i përqu edhe tek familja juaj sot? Gjithsesi, kam përcjell edhe te familja ime, edhe dashnin mes veti, edhe gjithçka që shkon të mirë të Kosovës. Po në atë periudhë, si një vajzë e re, 2-13 vjeçare që e përmendët, si e përjetonit atë realitet? Po ishte shumë e vështirë, një realitet shumë i vështirë. Në atë kohë, vllazërit në përburgje, nuset e tyne, nuset tona, rinin e kalun pa burra. Fëmijët tonë u rritën pa baballar. Unë bashkë me nanën edhe me motra, në rrita para dyrëve të burgjeve. Fillimisht, në burgun Hetus Prishtinës. Çdo javë i çonim paketat me tesha, çdo 2 javë ishin vizitat
vizitë nana ishte gjithmonë e para, kurse ne tjertë me radhë. Po, nëna juaj, ku e gjente forcën për të vazhdu në atë kohë? Sa keni qenë mbështetës edhe fëmijë tjerë? Nana jonë ishte një grue e fortë, ajo në majtë të bashkuën, tankohen, ajo nuk e shëndroj familjen tonë në barë, në bajit. Në majtë të gjallë, në majtë të fortë, edhe gjithmonë me shpresën se do të vjetë dita. Edhe tash, kur kthehem kohë, i mendoj ato kohëna, ndihem shumë e fatë, që jam bi familjes Novosela, që kam pas mundësi sa do pak një punë të vogël të baj për të mirën e Kosovës. E përmendet që burgosja e parë nga familja juaj ndodhi qysh në vitin 1963. 64. Cilat ishin ato aktivitetet që ju zhvillonit si familje, si ratë në syrin e armikut të ju? Po na kemi qenë kojshi me Adem Demaçin. Unë jam rritë veç 2 shtëpi nërmjet, dhe shokët e mi bashkëpunun, dhe në çdo organizatë që erdhi në Adem Demaçi ka qenë një vëlla im. Dhe në përburgje shpesh ka 2, jo veç ka 1. Për vitet tëra kanë Për vitet tëra kanë vazhdu burgosjet me vitet gjata. Njëherë ordenu 9 vjetë, njëherë 7 vjetë, njëherë... Do me thonë, numerikisht nuk i kam qënu me mirë, po vitet gjata deri me shtirimin e Kosovës. Po, si e pritet atë periudhë, po ashtu edhe ato vitet e 90-ta janë periudha mjaft të errta periudhë. Vitet e 90-ta janë vitet më të vështira të popullit shqiptar të Kosovës. Përjetuam gjanat më të vështira. Burgosja, largimet nga puna, ishin vitet të vështira për krejt shqiptarë, për shumicën e shqiptarëve të Kosovës. Edhe për ne ishin normal shumë të vështira. Tregua që nëna ka qenë personi që gjithmonë e ka mbajt familjen e bashkuar, është mundu me mbajt një harmoni, edhe në ato vitet e vështira, edhe kur vëllezërit ishin të burgosur politik në atë periudhë. Nana ishte ajo që gjithmonë mbajti, nana ime ishte nana Naile. Por gjithmonë me shpresën se do të vjetë dita edhe për me dokumentu tamam atë shpresën që ka marrë gjithmonë, vllai i vogël i lindi vajza. Kryesisht fëmin e familjes tonë ka emnu nana. Edhe i thot vllau, non, po du mi alon emnin tonë. Jo, tha nana, nuk jalo kur. Më rri qika me emnin Naile, jo kur, thot, unë kam jalon emnin. Mirë, non, le emnin. Edhe nana ime, para 37 vjetëve, jala vajzës emnin Vjendita. Vjendita? Me shpresë që edhe për një kam në dita. Pra, edhe aty, gjithmonë ka pas atë shpresën e lirisë edhe të shurisë, lirisë që kam në dita edhe për ne, që ajo ishte qëllimi saj, që ajo ishte... Ato vite në kanë bajt me mburje, me krenari, që po bojmë diçka të mirë për Kosovën. Për vite tëra, tregua që ka fillu shumë herët gjithçka në familjen tuaj, qysh në vitet e 64, po pastaj ato vitet e 90-ta një periudhë erët për gjithë popullin tonë, pa dyshim, po edhe ju keni pas ato përjetimet e juaja si familje, dhe me i ndasë bashkë. Edhe ne kemi pas si krejt vitet e Kosovës, dikush burgosje, dikush largim nga puna, dikush se cili në atë njërën e vetë vitet më të vështira për popullin shqiptar. Ishin ato vite. Po ju ende qëndronit me familjen tuaj, me vëllezërit, me motrat? Jo, në vitet 90-ta unë kam qenë martuar. Jam martuar në vitin 75, 1975. Edhe ato vite ishin të vështira për çdo njërin edhe për mua si familje. Në atë kohë isha nën me 4 fëmijë, me 4 djem. Dhe na larguam prej punës të gjithëve. Në atë kohë unë isha në pushim të lindjes me djalin e vogël, me Taulantin. Dhe kur kthehem nga pushimi lehonis, më thonë ty të kem larguar prej punës. Jo, më s'kam marrë vendim. Edhe unë kisha vendosur me ngull kom, se po na thonë ju me vetë dëshirë për lëshani venet e punës, e unë nuk po du me lëshu punën. Pastaj? Pastaj fillun pasojat. 15 herë më kanë marrë me kërtë policisë nga Zyrja. Fillimisht kur shkova, ata ty të kanë largu për punë, nuk kom lejshim më në shkru, kemi pas
Kur hyshim punë, listën që në shkruhem, ma bjerë shqiptar ka qenë atëherë, thot Iqbal, ty t'ka largu për i punë, thonë, bëma listën, mërë se s'unë është ty me mnalë në shkruhna. I thot drejtorit, shka, thot tune nuk muj me nalë, thot drejtorit le djetë zyre temë. Si ishte aja përballje me të? Përballja, balë përballë, me mune nuk e kisha në farë problemi, se isha mësu të ankohen me policia dhe edhe i thamë, ti mos hara, unë i kam 5 kunet, se vërtet 5 kanë qenë, i kam 4 vllazën edhe 4 djemë. Ti po më largon prej pune. Më thash, ka ti me prejtesh, thash, jo në veç po të kallëzoj. Kështu që më ngjas, unë shkojsha në punë, vinte kërri policiste e dera merte, mi ofru 24 rroga veç me lëshu punës. Unë e venin tim të punës, nuk e shes me pare. Edhe vërtet, mas aty një ditë, kërri policisë më qojnë drejt të Burgo. Edhe ju? Po, edhe më kërcnun kena me të Burgos, ua, thash sa mirë, bile habu pa pare, burën ma keni largu prej pune, mu po më largani, 4 fëmijë po mi leni pa buk, bile më Burgu në vi habu pa pare. Për që vazhdun maltretimet disa muj, deri në fund stacionin policor, se mërshin me kërë, më qëshin stacion policor, edhe shkojsha në shpet. Nesër më në mëngjes, o vesha mirë, edhe prapë në punë në zyre. Njëherë një drejtar shka, po zbret për i shkabe, dikur ma mbyllën derën se më leshin me himrena heq. Në objekt punët, a? Po të dera punët, të dera e zyreve jashtë. Edhe thashu dashke me gjithë një arsyune me himrena, thëmë, kam nevoj me hidejnë beci. Thot mirë, ata 2 policë 3. Edhe drejtori shka për zbret shkallëve, i thot, udrit e shta që e ka më shaja. Unë që kom pas jakën në veshë, kom qelë, më shani, thasht qka po pritni. Njeni prej tyne ish ma i ri. Po thot, sërbesht falisht do të më folë, thot, kur në femna unë s'kom shumë. Edhe kështu vazhdoj historia ime deri në fund, stacionin policorët, nuk e di ashtë numër 3. Hina në zyre, edhe unë thash nuk po muj me kuptu, si kur ti e në bend tonë, je në zyre tonë, e ty të marim për krahit qesin për zyre, se ta bin dikon tjetër në vendat, qysh kishe me reagu? Tha unë e tjetër s'po muj me thonë kur gja, veç po të thonë që asë një herë ma prej qiti stacioni policor, s'ka me ardhë kërkush me të marë. Dhe vërtet që ashtu ndodhi, punova pa paresh, njërë 6 muja 7, deri sa erë vendimin e largun të gjithë dhe edhe ata që kishin betë, edhe mbetëm. Edhe pse nuk pagueshit, ju prapë insistoni të shkoni të punë. Unë e shkoha 6 muj. Cili ishte ai motivi që mbajnë taj shumë atë? Ishtë motivi, edhe ishi nati madhë, se thëshin shqiptarët, me vetë dëshirë po i lëshojnë vendet e punës. Prandej, unë thashtë ju të regoj që së është e vërtet, që ju për në largoni nga puna, se nuk është dëshira jonë të mbesin pa punë. Pas atyre 6 muajve punë pa pagesë, vetëm që ta mbanit gjallat pjesën e punës, motivit, si atë ishin komentet e bashkëshortit, vëllezërve, djemve, gjithë atyre antarëve të familjes? Po, familja ime më përkrahte, se ishin gjithë mendimit, ishin veç me nejtë karshi shkallë, dhe me thonë, kushte tjerë plot me akuzojshin, kur vinte kerri policisë paraderë, plot kolegë të mitë, plot, e kishin frigët, sa do këdo, po unë sfrigosha pëse isha rritë në polici. Kështu që mandej vujtëm si krejtë shqiptarët e Kosovës, se të cilë mënyrën e vetë të munu gjithë shka me bo, me mbjetu. Mirë po së pranova, asë njëherë me dalë për Kosovës. Të mund këni qëndru? Asë njëherë. Ishte aj optimizmi, ku e gjenë të pjesën po? Optimizmi i madhë që kemi nejtë për Kosovën, kena me bo qka do që është e mundun, edhe gjithmonë me shpresë se do të vinë ditët që në kanë artash. Qëfar do të thotë për juve të jesh një njeri i fort? Së të mosot kër i kujtoni ato periuda? Një gru e fort apo një njeri fort? Po, një gru e fort, së të mos si jo në atë periud. Drejt me thonë një gru e fort për mu, nuk është ajo gru që nuk qanë. Gru e fort ajo
që përkundër gjitha sfidave nuk dorëzohet kurrë. Edhe unë kisha dashur me gjetë një shprehje jo grue burrnore. Nuk e di pse a veç burra do të me qenë të fortë, a nuk bën me qenë një shprehje grunore? Kështu që grue fort, ajo që nuk dorëzohet. Urdzova, u lëndova, por kur nuk u dorëzova. Keni kalu edhe shumë e shumë sfida tjera në jetë, sidomos edhe të asaj periudhe të luftës, si shumë e shumë tjerë, po sa mendoni që gjeneratat e reja sot jemi në njohuri rreth atyre ngjarjeve që ka ndodhur në atë kohë? Sa flitet? Drejt me thonë, sipas mendimit tem, shumë pak ka njohuri. Gjeneratat e reja duhet me ditë shumë a shumë për historinë, për të kalumin e këtij populli, për me ja ditë vlerën sot. Se në për familjet tona që i vujtëm, që bëm sado pak diçka për Kosovën, e din të kalumin, se ka pas gjenerata shumë para nesh që kanë vujt për Kosovë. Kosova rasisht nuk është liru. Mirë po, unë kisha pas dëshirë të madhe që trive që spjegohet sa ma shumë, dzinë sa ma shumë për të kalumin në Kosovë. Shpresa, optimizmi ka qenë ndër faktorët këtë që ju ka mbajtë, sidomos në atë periudhë. Po si përjetuat pastaj ato ditët e para të çlirimit, atë lirin, atë erën e lirisë? Një gjatë që e ke prit me vite të ra, ishim ditë më të lumtura të jetës tonë. Ishim gjithë bashkuar, nuk u damtuam kërkush për lufte, metëm gjallë edhe pse shtëpiat u bastistën, u allakatën, dikun u dëgjën, dikun. Mirë po, njerëz nuk na preki asken, ishin ditët më të lumtura të jetës tonë. Edhe pse nona nuk e përjetoi lirinë, prindë në fakt asnjoni, mirë po në tjertë pegzojmë lirinë që kemë sot. Sot sa jeni të lidhur me familjen që keni kalu shumë e shumë sfida së bashku, me vlezër, me motra? Jemi të lidhur me të gjithë, shumë. Një periudhë jetës që i di që është shumë vështirë të flisni për të, është edhe fatkeqësisht humbja e djalit tuaj. Një plagë që zëshërohet asnjëherë, një dhimbje që ju përcjell gjithmonë. Si e kujtoni? Një dhimbje që nuk shuhet kurrë. Për një nanë që ka humbur fëmijën, është e tmerrshme, sepse me humbjen e fëmijës humbet një pjesë e zemrës. Njeriu kur humb prindin, hapet një plagë e madhe, kurse kur humb fëmijën, po me kalimin e kohës, humbja e prindve, ajo plagë shërohet pak, zbutet pak, kurse kur humb fëmijën, hapet një plagë, sa një maje gjilpane, po sa do që shkon mosh, e që ka rritet ma shumë. Për mua është pjesë e pandashme, dhe është shumë e vështirë me jetu me një plagë kaq të madhe në shtëpi. Padyshim, si e kujtoni, çfarë karakteri kishte kushtrimi? Çfarë moshe ishte? Kushtrimi kishte 24 vjet, kur vdiq. Një djalë i mirë, i pashëm, i dashur për gjithë, një student shembullor, student i Fakultetit Teknik i Elektroteknikës, kreti ndjekse dhe që më kalon. Njësoj, njëkohësisht punonte kontrollin e fluturimeve në aeroportin e Prishtinës. I dashtën për të gjithë, i fort, i mirë, e diti smundjen e vetë, i qëndroj përballë deri minutin e fundit. Kam shumë fjalë prej tij, kam shumë kujtime. Na thoshte, na kena me bërë gjithçka që ka mbarët prej nesh. E ndo gjana që së mbarë prej neve. Kështu që për mu kushtrimi është fjala e parë kur zgjohem, fjala e fundit kur flej. Me çfarë sëmundje u përball? Kushtrimin e mosha është e kancer. Edhe thoshte non, nuk është aksident, veç aksidenti komunikacionit. Aksident edhe me tra kancer.
Kështu që unë pata fatin e këtij aksidenti. Jo, tregu që në juaj ka qenë një grua shumë e fortë që gjithmonë e ka majtë familjen shumë të bashkuar. Keni trashëguar edhe ju, po besoj të tiparet e njëjta, sikur nëna. Patjetër, ato na lanë trashëgim prind ton. Prind ton na lanë shumë gjëra trashëgim. Na lanë nderin, lanë moralin, na lanë besën, na lanë krenarin. Ata na mësuan me dashtë familjen, me dashtë punën dhe me dashtë atë dhe. Prandaj, gjitha këto i kam trashëgim nga prindët e mi, sidomos nga nona. Që edhe përkundrejt sfidave të mëdha që më solli jeta, të qëndroj. Krejt këto sfida, këto përjetime që i përmendëm, që po besoj ka edhe shumë tjera përmendohen në këtë studio, po besoj që janë të përmbledhura shumica prej tyre në librin tuaj, apo jo? Po. Drejt me thonë, si dëshire e imja ka qenë që jetën time ta qes në letër. Këtë libër është jeta ime si vajzë, si motër, si grua, si nanë dhe si gjyshe. Kam emnu plagë që koha nuk i shëroj, sepse vërtet ka plagë që koha nuk i shëron. Ka kujtime që djegun si kur të ishin dje. Kam dasht jetën time ta qes letër si një trashëgimi shpirtnore që u lë fëmijëve të mi, nipave dhe mbesave të mia dhe pasardhëve që do të vinë, që ta dinë që kanë pas një gjyshe. Dhe nëse do një herë më lypin, të me gjenë në raft në faqet e këtij libri. Ka qenë vështirë krejt këto kujtime edhe të bukura, po edhe këto të vështirat me i vendos në letër. Po, se jeta na ka sjellë edhe kujtime të bukura dhe ditë të mira dhe ditë të lumtuna, pavarësisht sfidave, se jeta është veç sfida dhe kemi sfida nga më të ndryshmet. Po, ajo përshtatja sa ka qenë vështirë me i zgjedhë storjet, momentet që me i vendos në letër. Është edhe ato momentet kur keni qenë të shkruaj duke i kujtu ato kohra, ka qenë vështirë me zgjedhë se çka me vendos to? Po janë të vështira tash mu kthy në momentet e dhëmshme, momentet e vështira, po ka pas edhe momentet këndshme, lindja e fëmijëve, do me thonë gëzimet, martesat e vëllezërve, shlirimi i Kosovës, ka pas edhe sfida të mira, ka pas edhe çështje të bukura si çdo jetë. Se jeta e çdo njeri është histori në veti, po mu ka duk që jeta ime është pak më ndryshe, edhe bile ajo që më ka shty me shkruaj librin është mas shumë të mbesat, se mbesat janë ma kurështare, të më pyet nana qysh ka qenë këto qysh, edhe vjetë për 50 vjetorin e martesës e bona promovimin e librit. Tregove që jeni edhe gjyshe, tash janë ato momentet më të bukura, po besoj që po i shihani. Po, tash jam e përmbushur me djemt, me nuset e tyre, me mbesat, me nipat, gjithë të mirë, të shnosh, të eduku mirë, të shkollum, se cili maj mirë se tjetëri, dhe kryesorja shumë të bashkum. Atëhere, vërtet ndjehe mirë dhe ndjehe me përmbushur. I paqit me gjatë dhe me shëndet. Faleminderit shumë. Po, cilat ishte ato komentet e para kur lexuan librin? Qoftë djemt, qoftë nipat, mbesat, gjetën shumë copza që u përshtatën edhe jeta e tyre në libër. Po, gjetën. Ishin kureshtar të bënin ende pyetje për atë periudhë. Po më bënin pyetje qysh ishte, qysh ke qenë si vajzë, qysh ishte kjo punë, në thonë, edhe unë vendosa t'i qes në letër, edhe le t'i lexojnë, t'i kenë se cili nga një kujtim prej gjyshës tyne. Po koha e promovimit, ato emocionet? Po drejt me thonë, mirë, mund jeva mirë, i kisha gjithë fëmijën e mi, vllazër, motra, dhe familjar, u të bumë së bashku, shoqet e mia që kom pandashme, motrat e mia, edhe ishëm gjithë së bashku, të villa ndër mia,
bona promovimin e librit, hangërëm një drekë që zbashku, promovum kujtime nga jeta, fëmija mbesat kishin shkru, motrat, rëfimet, qka dhe mirë kaloj një ditë. Ishte edhe 50 vjetori martesës tonë. 50 vite, gjysmë shekulli, e? Po, gjysmë shekulli. Tash me 29 qershor, i bojmë 51 vjetë martesë. Për këto 50 vite, çdo periudhë ka pasur vështirësinë dhe momentet e bukura atë njëjtën kohë. Përmendet lindjen e fëmijëve, lindja e nipërve, mbesave. Cili është momenti më kulminant për juve për këto 51 vite? Po, momenti më kulminant i çdo nane është, i çdo gruaje në vërtet është kur bëhet nanë. Kur bëhesh nanë, është një ndjenjë që s'mundesh me përshkru. Një ndjenjë qaq e mirë, kur e qet fëmijën në prehën, ka lind një dashni e papame që s'ka ekzistu deri tash. Mirë po edhe një diçka e re që prej shpirtit tënë ka dalë një shpirt. Mirë po lind edhe një obligim i madh, edhe një obligim i madh që shkimë silën e fëmijën. Kështu që ndjenja më e mirë në botë e një gruaje është kur bëhet nanë. Po, menaxhimi i gjithçkaje në atë periudhë, puna, fëmijët, familja në anën tjetër me probleme tjera, ajo periudhë e vështirë. Po, drejt me thonë, gjithkun unë e kom pas krah burrin. Burri im është Fadil Mehmeti, e kom pas krah edhe në punë, edhe në rritjen e fëmijëve, edhe në kujdesën, edhe mi u ndihmu familjarëve të mi, ka ishin e përburgje në atë kohë, shpesh herë me marrë dhe rrugë të rrezikshme të asaj kohe, mirë po Adili ishte i paprithueshëm, i shmon gjithmonë ish krah meje. Nderuar, po ju falenderoj shumë që gjatë të kohës me qenë pjesë e emisionit fundjavë. Faleminderit shumë për këtë rrëfim kaq emocional. Ju uroj shëndet. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi të jemi në emisionin tuaj. Faleminderit shumë.